Përshëndetje, sot në Living Room do të kem një të ftuar I cili mbeti unik nga dalja e parë e deri tek e fundit. Mbajti me fanatizëm muzikën e tij. Nuk bëri kompromise për krijimtarin. Me një imazh që u kthye në simbolik, me një zë të fuqishëm, vjen në Living Room për të folur mbi disa zgjedhje të tij dhe për atë me çka merret sot. Kam kënaqësinë të mirëpres këngëtarin Gjergj Orgaçi. Gjergj, përshëndetje, mirë se vjen. Mirë se u gjeta. Shumë kënaqësi dhe vjen nga Darda e Korçës. Aty ku je vendosur edhe ku jeton, ne kemi patur edhe fatin e mundësinë që të mund të shohim se ku jeton Gjergj Orgaçi tashmë. Na ke bërë edhe një guide, na ke udhëhequr. Është një kënaqësi që do ta ndajmë edhe me shikuesin e Living Room. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta dhe faleminderit. Ka filluar të ndihet I ftohti në Darda apo jo? Aty I ftohti është goxha, është ftohti I ëmbël I themi neve. I ftohti I ëmbël. Sepse nuk ka lagështirë. Dhe ditët I ketë mbushura plot me aktivitete të cilat ne do t'i tregojmë, je bërë njësh me natyrën. Je aktivitete artistike. Unë adhuroj natyrën. Kjo duket edhe nga zgjedhja që ke bërë. Unë bëra një prezantim të shkurtër. Do të duhej që të ndalesha pak më gjatë për të bërë prezantimin tuaj. Ne kemi përgatitur një material, të cilin unë do doja ta shohim tani, pavarësisht gjithçka që do të thuhet, jam e bindur se prap nuk është mjaftueshëm për atë që ju keni bërë në muzikë. Ai është solisti I grupit të parë shqiptar të rockut, I cili debutoi në skenën e festivalit të 36 të fundvitit në vitin 1991. Me një nga kitarat e pakta elektrike që gjendeshin atëherë në Tiranë, grupi I quajtur Albatros u prezantua me një këngë e cila sot është një nga këngët më të famshme shqiptare. Solisti me flokët e gjatë I veshur me lëkurë bëri buj për zërin e tij dhe mënyrën se si këndonte. Brenda 24 orësh, në këtë natë u kthye në një nga këngët e paharrueshme. Në skenën shqiptare ai është shfaqur si një yll. Ai ishte Gjergj Orgaçi. Megjithse muzika kishte lindur në të, u desh të vinte demokracia që stilin dhe cilin Gjergji këndonte të pranohej në qarqet e muzikës. Autori I shumë këngëve të tij, Gjergj Orgaçi do të vazhdonte paralelisht dhe karrierën si kompozitor dhe shkrues tekstesh për 10 këngëtar të tjerë në Shqipëri. Besnik I baladave, Gjergj Orgaçi do të ndërpriste karrierën intensive pas një vendimi personal. Ai ka hequr dorë nga festivalet, por jo nga krijimtaria. Mund të ishe dorë nga krijimtaria për ndonjë arsye? Kam shtuar diçka në jetën time, por dorë nga krijimtaria nuk kam hequr kurrë. Mbase mund ta kem reduktuar ca, po për të hequr dorë nuk I qe dorë nga pasioni. Pasioni do vdesi me mua. Thjesht më tepër, nëse më përpara domethënë ishte ajo pasioni për të bërë gjërat shpejt, jo keq, po gjithmonë për të ecur përpara domethënë edhe sasia ka qenë, se edhe kërkesat kanë qenë goxha të mëdha, sasia ka qenë nuk them maksimalja, ama tashti gjërat I bëj duke u menduar të merësish shumë. Si thuash, maturimi është në kulmin e tij dhe domethënë edhe gjërat tash duhet I bëj të maturuara. Duan kohën e tyre, duan përkushtimin e tyre. Gjergj Orgaçi është larguar nga Tirana, jeton në Dardë të Korçës. Je kthyer tek rrënjët e tua, je kthyer tek origjina jote. Do doja që të japim një shije përmes këtij materiali, por takimin ton të gjatë me Gjergj Orgaçin në Dardë do ta shohim në pjesën e dytë të emisionit. Përshëndetje miq të televizionit Vision Plus, unë quhem Gjergj Orgaçi dhe ju ftoj në bujtinën time të shihoni ato çfarë fshati ofron, çfarë edhe unë kam mundësi domethënë t'ju ofroj mbas një shpërngulje që kam bërë nga Tirana për të ardhur në Dardë, që është një nga fshatrat e mi më të preferuar. Ju lutem ndiqni dhe t'ju shoqëroj në bukuritë e këtij fshati. Kjo është hyrja e bujtinës së Orgaçi, përballë kam kishën e Shën Gjergjit, që është një nga shenjtorët më të mëdhenj të fshatit Dardë. Kisha është goxha e vjetër, 450 vjeçare.
Ja dhe një nga punët antistres që e bëj për veten time, kështu, kam mbjellur një arë të vogël që nuk rritet shumë, por bën shumë kokra. Dhe u is her pas here. Kjo është vetëm një shije dhe më bukur se kaq nuk mund të vinte aroma e vjeshtës përmes pamjeve të dardës, përmes pamjeve të shtëpisë ku po jeton, prej sa kohë është tashmë? U bë gati një vit po. Të mungon për ndonjë arsye Tirana? Po nuk u fryva për 55 vjet këtu. Më përpara nuk e dija se çdo thonte ajri i pastër dhe ujë që nuk di çfarë them. Çfarë ke mësuar të bësh nga punët e fshatit? Po duke parë njeriu edhe mëson gjëra që unë si kam bërë kur më përpara, që asja u kisha iden. Për shembull kam bërë shumë gjëra. Them specifike nuk i them. Por lista që ka e gjatë. Goxha. Gjëra që si njëja më përpara është normal dhe kur ambientohesh, domethënë duhet përshtatesh, do apo s'do përshtatesh. Gjergj, përmes kësaj bisede sot, do doja të na lejoje që të udhtojmë pak në kohë, të shkojmë larg në kohë. Përveç se ju jeni vetë një këngëtar i madh, jeni edhe përfaqësues i një brezi të tërë. Dhe unë do doja që t'i hedhim syt e të shohim një moment shumë të rëndësishëm në karrierën tënde. Çfarë keni nxjerrë? Kemi nxjerrë nga arkiva. Ku i keni gjetur? Festivali vitit 1991, ndonse kjo nuk ka qenë dalja juaj e parë në skenë. Jo. Çfarë nostalgjie. Hera e parë na vjen shumë keq që e vetmja video që gjendet është me një cilësi jo shumë të mirë. Nuk e di se kush e ka uploaduar në YouTube, po unë nuk e kam hedhur, nuk e di. Siç kanë bërë me tëra këngët, kurse është vetëm kjo. Më trego pak për veshjet. Ku i ke gjetur veshjet për këtë performancë? Qa ishnim për gjetur ato veshje, o zoti i madh. Gjaketa e lëkurës. Qa ishnim, brate, ishin shumë të vështira për të gjetur në ato. Prandaj të pyes, se të vështira ishin. Me miq, me shok, i gjenim dhe sa jo ishim, po me miq, me shok bëshin gjithmonë gjërat. Në thënë, në ato ishim shumë dashamirës, dhe më thënë, për t'i ndruar robat me njëri tjetrin, dhe më thënë, jepja një gjaket, një bluzë, nuk ishte e komplekse kjo pjesë. Ku e kishe parë atë mënyrë të mbajtjes së mikrofonit, sa aty ishe absolutisht një rockstar? Ku? Ke kjo këngë? Te kjo këngë? Spontane, nuk është se... Spontane? Po, për zotin është spontane. Duket si e studiuar çdo gjë, prerja e flokëve, lëkurat, mbajtja e mikrofonit. Jo, është spontane gjithçka, nuk asgjë nuk isha, domethënë, para përgatitur. Është dalje dhe ikje, domethënë, nga skena spontane fare, pa asnjë lloj përgatitje. Pjesa më e madhe më thoshin kështu si Jim Morrison, po. Ashtu ë? Prapë, gjithsesi, nga që ishte forma e prerjes flokëve. Flokëve, domethënë, në atë formë, po. Si s'dilim atëherë, se nuk ishte kusht na instruktonte në atë kohë. Domethënë, gjithçka ishte kështu. Bio. Po, dhe emocioni prandaj vjen kaq i gjallë. 33 vite më vonë e performoni këtë këngë tek gjeniu i madh në Vision Plus. Po, 33 vite, fiks fare, 33 vite. Pra, atëherë ke qenë 23, tani e 56. Sa jetë sa duash. E kujtojmë pak videon? Okej. Ky ishte e bukur me këtë këngë se i ngjante zëri. Ky ka pothuajse të dhënat e Aleksandër Gjokës. Dhe i thosha unë, more, ik shko këndore me Sadën një këngë, thash merre, jo me ty, tha, o plak të ty. Thash këndore me se e fiks me Sadën, thash do shkoni shumë bukur të dy. Për në këtë natë thash ti nuk e këndon dot. Do ta këndosh një oktavë poshtë, thoshë unë se. Edhe do dukesh keq se unë këndoj shumë lart tash. Dhe në momentin që i tha, jo, okay, do e këndoj një oktavë poshtë, vetëm ta bëj këtë këngë me ty, thamë. Se kam fiksim. E ka patur rëndë. Në festivalin e fundvitit të 91-shit, ku kanë qenë mbi 260 grupe roku të cilët kanë konkuruar, natën e parë kanë dalë shumë pak prej tyre, me sa mbaj mend rreth 20-25 grupe, domethënë që u futën që u quajt festivali i grupeve. Festivali i grupeve. Dhe kënga në këtë natë, donse u kthye në një hit absolut që dëgjohet edhe sot, nuk arriti të kualifikohet në finale. Jo, në finale nuk është futur. Nuk është futur natën e tretë. Luftë për flokët e luftë për veshjet e... Më ndal një moment e flokët, se tani që të kisha ato flokë të gjata me të cilët ke dalë në publik, kjo do të thotë që ke filluar të rritësh flokët që në 88-ën të paktën, se ne vajzat e dim që nuk rriten... Jo, aq shpejt flokët. E kam pasur flokë shumë të fortë, më rrite shumë shpejt dhe më zhdashur, domethënë, me sa mbaj mend rreth 9 muaj.
Çfarë thua? Që më bën paktën që shkuan kaq. Edhe po një them 3-4 muaj të mirë nuk kam dalë nga shtëpia fare. Pse? Po ishte atëherë të përsekutonin për punë flokëve, se policia nuk të linte shumë gjëra të tjera. Daj nuk i pres kurr. Daj nuk i pres. Domethënë s'kam vojtur për në atë kohë domethënë për punën e flokëve. Dhe ka një arsye. Dhe nuk është se duhet i përshtatem apo ti largohem si thua për të qenë trendi, për të qenë me modën apo siç i mbajnë edhe sot e kësaj dite. Ku njeriu në shtrëngon për diçka që i thua mos e bëj dhe s'ke për ta bërë njeriu aty. Atë do të bëj njeriu. Dhe vendose që flokët i mbash për gjithmonë të gjata. Nuk është se priste ndonjë punë, pavarësisht se një periudhë kohë, mos të thotë Gjergji pa dorashka flas, na konsiderohen si alabak. Se edhe nuk na njinin as karakterin, as oratorin, as mënyrën se si procedonin, domethënë logjik, na dinin në mendje lehtë. Ka qenë kohë. Një paragjykimi i të kaluar. Nëse i keni mbajtur flokët e gjata, keni eksperimentuar edhe me flokët bjond, sa të ke eksperimentuar shumë me flokët ndër vite? Nuk e vrisa mendjen. Flokët e verdha i kam bërë vetëm për shkak të një këngë. Ka qenë grupi Europe me The Final Countdown. Atë këngë unë adhuroja, sa herë që i dëgjoja dridh dhe shate qaja, e kam pas fiksim si këngë. Në atë kohë, ka qenë një nga super hitet e botës, nuk se kisha vetëm unë që adhuroja si këngë. Po ishi ato të 5 bjond, asnjëri nga ato nuk ishte bjond, po ishin bërë të 5 bjond. Unë nuk e vrisa mendjen, më thënë, nëse doja të eksperimentoja me veten në paragjykimet për mua ishin shumë largë dhe nuk i merrje në konsiderat. Dhe vendose që ti bësh flokët bjond, ne shohim tani këtë foto, e kujtojmë? Kjo është një fotografi, është një fotografi që është bërë në sallat e Pallatit të Kulturës në Shkodër në 96-ën, përpara se tyja në skenë. Do të shohim edhe një tjetër foto. Vetëm unë dhe Bleona Qerreti ishim bjondë, ishte edhe një vajzë. Ja ku jam kratë Bleonës. Kjo është stadiumi Tetovës, po prapë një nga ditët e tureve, në krah është Enxhinini, poshtë është Leonard Bulku, Dashnor Diko, unë jam midis Enxhinit dhe Bleonës aty. Dhe çfarë kujtimesh ke nga turet e koncerteve? E vetmja gjë e bukur që na ka ngelur neve, domethënë si muzikant asaj kohe, apo si artist asaj kohe, ne marrëdhëniet me njëri tjetrin i kemi pasur të përkryera. Kur nuk kemi zënë, nuk shoh si shoh këto për shembull që mora kallashin e dola përpara e vrava këtë, bëra atë, ti s'mund me mani, jo usani. Domethënë kur dëgjoj këto gjëra më vjen me vjell. Arti është art, ajo nuk është art. Ajo nuk është art. Le të murren, bëjnë çat kanë qef, unë fjalën time e kam thënë gjithmonë hapur. Pra, mendon se ditëve të sotme muzika nuk është art? Janë shumë pak gjëra. Shumë pak gjëra që bëj dallime, domethënë ku preferoj domethënë të ndërhy, marr vetëm ato që janë të mirëfillt muzikant, po të flas për Orgesa Zaimin, Era Rusin, Eneda Tarifa, Elvana Gjata, janë këngëtarë, janë këngëtarë, shprehin diçka, japin diçka, japin, si të them unë, nuk është se janë të vagët në atë që shprehin, japin diçka që mbetet nesër pas nesër. Do doje ti fëmin tënë të arrisje, dhe më thënë duke dëgjuar, unë dola të prit aty, unë s'tani për ty, unë s'mani për ty, dola me kallashu, ti me grupin, ti më vras ty, ti më vret mu. Ja jepje fëmijës tënë, dhe më thënë si ushqim, simsim këtë, të arrisë fëmijën tënë. Personalisht nuk do e kisha zgjedhur, por janë këngë të cilat klikohen shumë. Po le të klikohen, por nuk kanë informacion, nuk kanë mesazh fare. Do të bësh modelen, shko më dil aty, dil bër modelen. Po mos dil konkurim me mua në festival apo në koncert, ti me mbathje, unë të këndoj. Kështu e sheh një artist i vërtet, një artist i vlerësuar gjithë jetën, situatën e artit në këtë moment në Shqipëri. Nuk e di, nuk e kuptoj pse u ndërtua apo u bë gjithçka mbrapsht. Duke sikur fillimet ishin shumë të mira për artin në Shqipëri, fillimi i viteve 90, ke patur pasion për muzikën, edhe ke patur talentin që e njohin të gjithë tashmë, por studimet dhe shkolla nuk e fitove për muzikë, por për gjeologji minierash. Gjeologji minierash më nxorë shkollën, as atë nuk e bëra fare, madje bëra një vit edhe hika fare nga shkolla, pastaj bëra atë shkollën mekanike, se në lice artistik nuk më pranuan. E pata e hedhur atëherë për kanto, për kitarë dhe pikturë. Edhe nuk pranuan sepse gati 80% fisit unë atë kohë i kam pasur jashtë në Amerikë.
Edhe konsideroheshim kështu si familje deklasuara në atë kohë. Me këto performancat që bëje tek liçeni, nuk pranoheshe as në kompeticione. Jo. Nuk pranoheshe as në kompeticione. Fare, s'bëj fjalë fare. Madje ka qenë një periudhë kohë atëherë, domethënë më dërguan ke Alçi Kareco dhe ke Demokrat Shajini. Në atë kohë ishin goxha të mëdhenj, domethënë si emra. Po më djalë, po, ke bërë goxha këngë, më thoshte Alçi Kareco, apo ku do vesh me këto këngë, më thoshte. Ato ishin këngë dashuri atëherë, siç i bëja në atë kohë që kompozoja goxha shumë. Nuk të pranojnë me këto këngë, më birë, më thoshte, se kështu më thoshte, më birë. Dhe në vitin e parë pasaj që kam dalë në skenë, ka qenë në vitet 90, ka qenë koncerti i Enkeleda Kodrës, që e bëri komplet Gjergj Leka me bandën e tina. Gjergj Leka, dhe Gjergj Leka më kanë nxjerrë për herë të parë në skenë, kam kënduar 2 këngë. Kënga parë që kam kënduar ka qenë një këngë që e pata bërë vetë, dhe kënga e dytë ishte e George Harrison, I Got My Mind Set On You. Këto kanë qenë 2 performancat e para përballë publikut. Ne e dim këtë moment. Dhe pikërisht për këtë moment të rëndësishëm të karrierës tënde, kemi edhe një video mesazh. E shohim? Oh. Si të kam Gjergj, si të kam o Adash, uroj që ky mesazh të djej si jo më mirë. Në fakt kemi kohë që nuk kemi parë dhe më është bërë zemra mal për sukseset e tua, që kur u largova nga Shqipëria në Itali, të kam ndjekur dhe ndoshta ato daljet e para me mua pas kanë qenë, siç duket, uguri mirë për ty. U gëzova dhe më shumë kur pash që dhe vajza zgjodhi rrugën tënde. Gjesi Jorgaçi. Gjergj në ndau kohët e vështira, ndoshta që kaluam fillim, pastaj secili nga ne dhe pse vazhdoi muzikën, vazhdoi në mënyra të ndryshme, në vende të ndryshme, në forma të ndryshme. Unë zakonisht nuk jam natyrë që jap kështu mesazhe televizive, por më njoftoi bashkëshortja që ishte një takim në Vision Plus dhe nuk ngrova as pak, sepse të çmoj, jo vetëm si artist, por në radhë parë për djalin e mirë që je. Në këtë jetë kaq të shkurtër, por kaq të ngjeshur dhe të bukur me muzikë që ti ke pasur, do të roja vetëm muzikë në jetën tënde, po muzikë me vlera, muzikë të bukur. Gjergj, uroj të takohemi nga këto ditë dhe të jetë shkak ndoshta ky mesazh që unë po bëj për ty, që të ndajmë të telefonat, të pim një kafe, të uroj çdo të mirë Adash dhe paç vetëm të mira në jetë. Nuk e prise këtë, kisha vite pa u parë me Gjergjin. Seriozisht ta them me pasërti që i vetmi që rrezikoi me mua. Rrezikoi, kur them që rrezikoi goxha, sepse në atë kohë Enkeleda Kodra ka qenë këngëtare shumë e mirë dhe ajo Gjergji bëri recital me të. Është bërë në sallën e Pallatit të Kulturës dhe mua më futi domethënë me 2 këngë, që unë ja di për nder sepse ishte dalja e parë dhe për mua ishte ajo ëndra që e plotësova më në fund. E plotësova, kur them që e plotësova, më mbush zemra sa nuk e di çfarë them. Dhe kjo më dha atë spunton pastaj që krijova goxha shpejt grupin. Bëm gati një 6 muaj prova me njëri tjetrin që i rritëm këngët, i orkestruam, i bëm ashtu siç duheshin, për të filluar për të dalë në për skenë. Apo Gjergji që i pari që më nxori në skenë, dhe do t'ja di për faleminderit gjithë tjetër. Mirënjohja është një tipar i artistëve dhe njerëzve të mëdhenj dhe ju e keni bërë çdo herë këtë gjë. Ndryshe nga shumë artistë të rinj shqiptar, të cilët zgjedhin që emrat e bashkëpunëtorëve edhe të mos i përmendin fare. Këngë të jashtëzakonshme dhe hite mbajnë firmën tuaj, por publiku nuk e di sepse këngëtarët
nuk ju kanë përmendur asnjëherë dhe nuk gjendet as i shkruar diku emri juaj. Megjithatë, do doja të përshëndesja dhe të falenderoja kantautorin, producentin Gjergj Leka, i cili menjëherë pranoi dhe nuk hezitoi për të dhënë këtë mesazh për ju. Dhe pse kemi vite pa u parë, dhe pse kemi vite, vërtet kemi shumë vite para, edhe gati 25 vjet po. Ja u pate u takuat këtu në living room. Është super figurë, nuk di çfarë të them atë. Jam e lumtur që të kemi emocionuar përmes këtij mesazhi dhe përmes këtyre fjalëve, të cilat ishin krejt të papritura për ju. Nuk e prisja, seriozisht nuk e prisja. Kemi ende shumë për të folur e për të biseduar, por ne na duhet të shkojmë në një hapësirë publicitar. Unë do doja të falenderoja sponsorin ton Maniflex, 100% made in Italy. Shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish sepse po, ka edhe surpriza, ka edhe biseda të këndshme, të ngrohta, të cilat bëhen gjithmonë në living roomin e Vision Plus.